Barazimi i pagola ndaj Serbisë ka lënë shije të hidhur te Shqipëria, ku qezinjtë shpërdoruan një 11 metrësh me Rejmanaj në fundin e pjesës së parë. Pas sfidës mes fushori kombëtares Kristian Aslani u shpreh: "Na mungoi goli. Treguam kualitet, luajtëm shumë mirë, sidomos me tifozët tanë. Jemi të lumtur, por na mungoi goli. E donim të gjithë fitoren, por tani mendojmë për ndeshjen tjetër. Ne prisnim të gjithë këtë ndeshje. Kjo skuadër ka shumë kualitet. Na mungojnë vetëm golat. Shpresojmë që ndeshjet e ardhshme të vinë golat. Besoj se Manaj s'ka nevojë për suport. Ka eksperiencë, ka luajtur me kombëtaren dhe skuadrën e tij. Penalltia mund të ndodhë që të humbet. Vëmendja dhe e koka është ndeshja tjetër. Nuk e kam ndjesin për ta gjuajtur unë penalltin, por do doja ta shënoja unë. Sot e kishte Manaj, nuk shkoi goli, por nuk ka problem, tha Aslani." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.